Kemi parë raste dhune në ekran që kanë shkaktuar debate në lidhje me atë çfarë transmetojnë ekranet. Ju si e shihni këtë? Fakt është e vërtetë që vitet e fundit kemi parë shumë dhunë në ekran, dhunë verbale, dhunë psikologjike, edhe dhunë fizike. Qoftë kjo edhe nga persona të cilët janë konsideruar me një background të lartë kulturor edhe intelektual. Dhe shumë njerëz pyesin pse kjo shfaqje kaq e lartë e dhunës në ekran, dhe nga ana tjetër vihet re shikime dhe klikime shumë herë më të larta se sa do të prezantoheshe po themi një material që ka përmbajtje kulturore, artistike dhe formimit të individit apo të qytetarit. Unë do thoja që media ka një mision të saj për të përçuar tek qytetarët, tek populli, kulturë, dije dhe për ta përmirësuar cilësinë jetësore dhe cilësinë e të menduarit dhe të sjellurit pra në komunitet. Dhe duke marrë shkas nga kjo gjë, ne nisim një pikpyetje dhe nisim një diskutim të lartë që pse dhuna po lobohet dhe po reklamohet kaq shumë në çdo emision televiziv. Unë mendoj që njerëzit të cilët janë publik dhe njerëzit që kanë një lloj fame të tyre për një aspekt të caktuar të jetës së tyre, dikush për artin, dikush për sportin, dikush për ndonjë zbulim tjetër që ato mund të bëjnë tek jeta e tyre apo mënyrën se si e zhvillojnë jetën e tyre, patjetër që kjo i bën ato të famshëm për aq kohë sa e reklamojnë punën e tyre. Por kjo nuk do të thotë që ata janë persona të cilët dinë të kontrollojnë emocionet, dinë të kontrollojnë sjelljen, apo dinë të kontrollojnë, po themi, debatin dhe provokimet që bëhen nga diskutuesi pra nga pala tjetër. Sigurisht që çdo individ ka kufijtë e vet dhe fakti që është një person publik nuk e bën atë më të tërhequr për të dhënë atë çka ai ka brenda vetes së tij. Momente të tilla gjatë nxehtësie nxjerrin në pa atë që është realisht apo është shpërthim momenti i nxitur nga rrethanat? Një person sigurisht nëse qëndron për një kohë shumë të gjatë në ekran, le të themi siç është emisioni i fundit i Big Brotherit dhe është i vëzhguar 24/7, e ka të pamundur për të shfaqur ose e ka të pamundur për të mos treguar nga vetja e tij gjithçka që ai ka brenda psikikës vet, apo gjithçka që ai ka në dinamikën e tij të qenit njeri. Rasti i fundit është një rast patjetër që nuk është për t'u komentuar, nuk është për t'u lëbuar kaq shumë dhe për t'u diskutuar, por meqense është bërë kaq shumë publike dhe është parë nga gjithë Shqipëria, Kosova apo gjithë trevat që kanë shqiptar, janë dy njerëz, njëri nga Shqipëria dhe njëri nga Kosova, të cilët kanë patur konfliktet e tyre dhe dikush në një konflikt më të agravuar dhe duke qenë, po themi, i nervozuar, ka bërë një veprim duke përdorur dhunën. Nuk ishte momenti i dur patjetër, nuk është sjellja e dur, por kur dikush provokon dhe prek limitet dhe kufijtë e tjetrit, forma e reagimit është krejtësisht individuale. Pra, kur dikush na ndalon dhe na thot mos i prek limitet e mia, mos i prek kufijtë e mi, dhe tjetri e bën këtë gjë, forma e veprimit mund të jetë edhe i dhunshëm. Sa kemi ne në kronikat tona të zeza që njihemi që shqiptari të vret edhe për një fjalë goje. Kështu që edhe rasti që ndodhi ishte eksaktësisht kështu, ti i provokon nerva dikujt, prek kufijnë dhe limitet e tjetrit dhe reagimi është i dhunshëm. Pra kjo ishte situata që ne kemi të bëjmë. Nuk mendoj që një këngëtar, ato ishin dy këngëtar besoj në profesion, që dy këngëtarë të kenë kaq shumë background kulturor, të dinë të mbajnë, po themi, cilësinë e sjelljes dhe cilësinë e arsyetimit. Unë kam dëgjuar në fakt në një moment shumë të shkurtër, nuk dua të përmend, një aktore që thoshte po shqyr që ne kemi këtë lloj provokimesh dhe kemi këtë lloj degradimi në sjellje, sepse mos na duket Big Brotheri si një akademi shkencash. Dhe në fakt mua për këtë më vjen keq. Unë jam njëri nga qytetarët që nuk do doja të shikoja as dhunë, nuk do doja të shikoja as një nivel të ulët të njeriut që përlytet gjithandej me çdo lloj situate,
do doja të shikoja cilësi, do doja të shikoja integritet, do doja të shikoja njerëz që din të përballojnë situatat e tyre me intelekt dhe din të përballojnë situatat e tyre me vetëpërmbajtje emocionale, psikologjike. Unë jam një nga këto qytetarët, nuk do doja kurse që media të lobonte dhunën, të lobonte krimin, apo të lobonte çdo sharje dhe çdo degradim të gjuhës shqipe ta normalizonin duke thënë që kjo gjë është normale. Kohët e fundit thuhet, media lobon më shumë dhunën sepse është normale kjo gjë, se ka më shumë klikime dhe ka më shumë para. Më vjen keq, media ka dhe një mision. Misioni i tij është përçojë tek njerëzit dije, kulturë, background që duhet patjetër që kjo popullsi dhe ky vend i ynë të eci përpara me këtë lloj integriteti, duke lobuar kaq shumë gjërat që janë denigruese për statusin e të qenit njeri dhe për statusin e të qenit qytetar në këtë vend, kjo do të sjellë pastaj dhe pasoja, sepse fëmijët do të imitojnë, fëmijët do të modelojnë, fëmijët edhe në mosha shumë të vogla, duke filluar nga moshat 4, 5 dhe 6 vjeç, ekspozohen ndaj Big Brotherit dhe fjalë të ndryshme që na kanë bërë dhe të hapim fjalorin për të kuptuar kuptimin e parë të tyre, sepse këto janë duke i normalizuar gjithmonë më shumë, duke thënë që është një gjë e thjeshtë dhe mund të ndodhi shumë komode tek të gjithë, fëmijët i imitojnë nga forma nga më të ndryshme, qoftë në veprime, qoftë në artikulim dhe qoftë në sjellje dhe modelet e tyre që ata janë përditshëm. Pse shqiptarët e përdorin kaq shumë gjuhën e trupit në vend të argumentit? Të flasësh për gjuhën e trupit sigurisht që kërkon shumë kohë dhe është një element shumë i rëndësishëm për të treguar gjithë psikologjinë dhe gjithë sjelljen që ka një njeri. Dhe kur ne flasim për gjuhën e trupit, paktën për ne si profesionistë që jemi psikolog, është një tregues shumë i lartë se si është gjuha e trupit. Pasi nëpërmjet tyre ne mund të kuptojmë mendimet nëpërmjet gjuhës së trupit, mund të kuptojmë emocionet që individi ka dhe mund të kuptojmë se çfarë ai ndjen kundrejt nesh, pra kundrejt personit që ka përballë. Kjo gjak nxehtësi që shpeshherë quhet, kjo që ne jemi ballkanas dhe reagojmë me pasion dhe reagojmë në mënyrë impulsive. Unë të doja që me kalimin e këtyre viteve dhe meqense bota është në zhvillim, vetëpërmbajtja tregon një koeficient inteligjencë emocionale shumë të mirë, sepse të flasim për gjuarësinë e njeriut nuk mjafton vetëm koeficienti i inteligjencës për mënyrën si ti abstragon, por sigurisht kemi edhe koeficientin e inteligjencës emocionale, sa ti vetë përmbahesh në situata të caktuara, sido që t'jenë ato, si ekspozohet psikika jote përballë ngjarjeve dhe situatave të ndryshme në jetën tënde. Kemi edhe koeficientin e inteligjencës sociale, si ne dim të komportohemi me të tjerët, dhe kjo sigurisht lidhet vetëm nëpërmjet komunikimit. Vetëpërmbajtja, unë e ritheksoj për të disa të herë, që ka të bëj shumë me pjesën tënde të intelektit, pra sa inteligjencë ke ti për të përballur në situata dhe për mos të përfshirë në situata që janë denigruese. Është inteligjencë të kuptosh rrezikun, është inteligjencë që ti të kuptosh se nuk është situata e dur ku ti duhet përfshish veten tënde. Por ky lloj modeli, duke lobuar gjithmonë dhunën, duke lobuar diskutimet, duke i rikthyer edhe një herë diskutimeve, bën që individi të përfshihet në këtë lloj situatash për të marrë edhe ai klikime dhe shikime. Dhe kjo është e mjerueshme për sa i përket zhvillimit të njerëzit. Duke qenë se jemi në periudhë zgjedhore, po shohim dhunë verbale për mendimin tuaj apo jo? Kur dhuna është edhe në parlament, gjë që ta sillin si argument, thënë pse jo në media dhe pse jo në qytetarët e thjeshtë. Dhe pse jo edhe tek personat të cilët konsiderohen VIP apo janë person publik për shumë vitesh. Interesat politike dhe konfliktet politike janë shumë herë më të larta se sa kjo që ne folëm për çështjen e dhunës mediatike, sepse aty bëhet fjalë për pushtetin, bëhet fjalë ku egot janë shumë të fryra të njeriut, bëhet fjalë për mbizotrimin dhe për zotrimin e një fuqie që ti më përpara nuk e kishe, por mund ta kesh të gjë nëpërmjet politikës. Dhe konflikti është shumë herë më i lartë. Sa herë që janë denoncuar dhe janë deklaruar që personat të cilët janë pjesë e parlamentit
nuk janë të shkolluar, nuk janë të formuar, nuk kanë formimin e duhur, janë persona që janë të inkriminuar. Kështu që pritshmëritë e mia për të parë ndonjë gjë të madhe në parlament nuk është se janë shumë të larta. Pritshmëritë e mia janë nga njerëzit më të thjeshtë, janë pikërisht nga media, që unë mendoj që është faktor shumë i rëndësishëm edhe duke qenë pjesë të mediave prej shumë vitesh, por është një faktor shumë i rëndësishëm për të dhënë një impakt, një model dhe një kulturë tek qytetari. Shpesh herë rivalet përdorin edhe gjuhë bullizimi. Sa e rrezikshme është që kjo gjuhë të përhapet edhe në shoqëri? Po është interesante se ne lobojmë për dhunën që nuk duhet jetë, lobojmë për bullizmin që nuk duhet të ekzistojë dhe në të njëjtën kohë e reklamojmë këtë gjë, po ata që i vendosin ligje dhe japin votat e tyre, po ata ushtrojnë një dhunë psikologjike, emocionale, fizike tek njëri tjetri. Andaj që duke pasur këtë lloj kontradiksioni, sigurisht që ka të bëjë me vetëdijen e thellë të individit dhe me atë çka individi do të paraqes. Sot kuptohet që të përdorësh gjuhën e bullizimit dhe të përdorësh dhunën, kur e hasim fenomen, fillojmë dhe interpretojmë duke e bërë këtë gjë si normale, apo duke e bërë këtë gjë që e gabuar, por gjithsesi ne do ta pranojmë se ishte si rrjedhoje e një situate të caktuar. Ktu jemi për momentin dhe nuk duhet të jemi në mënyrë kategorike këtu. Dhuna nuk ka asnjë lloj justifikimi, qoftë nëpërmjet gjuhës, qoftë edhe nëpërmjet fizikut.